Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Dora misterioze në fytyrën e Gjestit. Zbulohet cila është vajza. Gjesti ka prezantuar së fundmi një fragment nga projekti i tij i ri muzikor përmes një publikimi në platformën Instagram. Por në materialin vizual, prania e një dore femre ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve. Ky detaj ka nxitur diskutime në hapësirën virtuale lidhur me statusin aktual të këngëtarit. Mes emrave të përmendur nga publiku në lidhje me këtë video ishin dy ish partneret e tij, Egli Tako dhe Xheneta Fetahu. Lidhur me këto raportime, Fetahu ka dhënë një prononcim gjatë një bisede telefonike në një emision. E pyetur nga moderatorja Nevina Shtylla rreth marrëdhënieve aktuale mes Gjestit dhe Gimbos, ajo theksoi mungesën e informacionit, duke nënvizuar se nuk ka një raport romantik me asnjërin prej tyre. Kur u pyet më tej mbi zërat që po qarkullojnë, Fetahu përgjigj shkurtimisht se thashë themet janë një fenomen i zakonshëm për të.